të dyshuarit e deri tanishëm mbi atë që njihet si dosja e abuzimeve me tenderat në autoritetin kombëtar të shoqërisë së informacionit. Janë paraqitur nën shoqërinë e policisë, pasi janë me mas siguri arrest në shtëpi dhe ditën e sotme nga gjyqtarja Flojera Davidi do të bëhet verifikimi i kushteve për zbatimin e këtyre masave, ndërkohë që prokurori çështës është prokurori Bedar Maksuti. Janë paraqitur Mirlinda Kërçanaj, drejtoresha e Akshit, po ashtu është paraqitur zëvendës drejtoresha e Akshit, Hava Delibashi. Këto dyja dyshohen nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, po ashtu janë paraqitur edhe 3 biznesmenët të cilët dyshohet se dyshohen nga SPAK për pastrim parash në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe dyshohen se nëpërmjet firmave të tyre kanë bërë qarkullimin e parave që kanë qenë para që janë gjeneruar nga tenderat abuziv, pra pikërisht në autoritetin rrugor shqiptar. Po ashtu është paraqitur edhe ish zëvendës drejtori i policisë Tiranës Erion Ismaili, pasi për të është saktuar masa e sigurisë, pezullim nga detyra apo ushtrimi një funksioni publik në ndalimi daljes jashtë vendit. Mbetet për të parë thimin nëse gjyqtarja Davidi do të lënë fuqi masat që firmosin më datën 15 dhjetor në mungesë, ndërkohë që në arrativ jojnë të jenë 2 biznesmenë të cilët dyshohet që janë dhe autorët kryesor të gjithë skemës në autoritetin kombëtar të shoqërisë informacionit, sa i takon edhe pengmarrjes në një rast të një biznesmeni për të tërhequr nga gara mbi për një tender me vlerë të lartë disa milionë euro. Këtu e kanë fjalën për biznesmenët Ergyes Agasi dhe Ermal Beqiri, të cilët vijojnë të jenë në arratim, ndërkohë që ende nuk janë gjetur për të ekzekutuar masa e sigurisë arrest me burg që është saktuar për këta 2 të fundit në mungesë nga gjyqtarja Davidi. Okej, edhe kam një pyetje të fundit, nuk e di. Me që sot është ditëja e fundit e Dumanit në krye të SPAK, çfarë pritet të ndodh nesër? Kush do të jetë nesër në kuvend? Sepse parimisht është prokurori i çështjes edhe drejtuesi i prokurorisë, paktën kështu ka ndodhur. Do të jetë Altin Dumani apo jo? Mund të ketë një autorizim që të jetë ai apo do të jetë Klodian Brau? Nëse ke këtë informacion gjithmonë, jo? Në fakt jemi interesuar thimi mbi të gjitha edhe për këtë pyetje, por më herët jemi interesuar nëse ditën e nesërme do të kemi apo jo një ceremoni zyrtare për kalimin e stafetës nga Altin Dumani tek Klodian Brau, siç ka ndodhur në fakt në vitin 2022 kur stafeta nga zoti Arben Kraja kaloi tek zoti Altin Dumani. Ende nuk jemi njoftuar nëse do të zhvillohet një ceremoni e tillë kortezie, po themi, për të zyrtarizuar, po themi, marrjen e mandatit 3 vjeçar nga Klodian Brau, ndërkohë që nga ana tjetër kemi arritur të sigurojmë që do të jenë nesër në këshillin e mandateve 3 përfaqësues nga ana e prokurorisë posaçme. Besohet që do të jetë prokurori i çështjes, drejtuesi aktual ose drejtuesi i cili zyrtarisht merr nesër detyrën Klodian Brau dhe një prej këshilltarëve ligjor pranë drejtuesit të prokurorisë posaçme, dhe më pas mbetet për të parë pra vetëm nëse do të jetë zoti Dumani apo zoti Brau, dhe ndoshta ceremonia e zhvillimit pikërisht të kalimit të stafetës nga Dumani në epokën Brau lidhet pikërisht edhe me zhvillimit në këshillin e mandateve. Ndoshta do të jetë një orar i përshtatshëm për të mos u bërë pangesë që në orën e caktuar në këshillin e mandateve pikërisht përfaqësuesit e SPAK të jenë të pranishëm. Ndërkohë që nga ana tjetër, sipas burimeve lidhur me dosjen Balluku, nëse mund ta cilësojmë të tillë, kemi arritur të mësojmë që me delegim dhe urdhër të prokurorit të drejtuesit të prokurorisë posaçme pranë prokurorit Dritan Premçi, i cili ka hetuar këtë dosje, do të atashohet si prokurore edhe prokuroria tjetër e SPAK, Dorina Beko, për të ardhur